Si Fatos Nano shkruante nga qelia dashurisë. Si Fatos Nano i shkruante nga qelia dashurisë së gjimnazit letra e veçantë e ish-kryeministrit për regjinën e tij. Që prej vdekjes së ish-kryeministrit Fatos Nano në pak ka ndalë shumë nga e kaluara e tij, e sidomos nga koha kur ish-kryeministri u dënua me burgim në fillim për 12 vite, i cili më pas u lirua pas një amnistie nga qeveria e kohës. Botuesja Arlinda Dudaj ka zbuluar disa letra të Nanos, të cilat i ka shkruar për bashkëshorten e tij të parë Regjinën, dashurinë e tij të hershme që prej viteve të gjimnazit, me cilën ka edhe 2 fëmijë, Edlirën dhe Sokolin. Në këto letra nuk është ai burri fort apo politikan i guximshëm, por është Fatosi, i dashuruar me gruan e tij dhe me mall për fëmijët. Letra e cituar më poshtë daton në 1 prill 1994, 2 ditë përpara se të jepej dënimi për të. Dear Queen, në fund të fundit jemi njerëz, madje njerëz, dhe nga qëndresa e dinjiteti për të përballur këtë sfidë të poshtër, gjë që e kemi bërë në mënyrën më sublime deri tani. Po të na shtrydhësh mbetemi një grusht ndjenjash. Dje u preka shumë me Edën, gjë që padyshim më bëri mirë. Është kjo njohje her pashershme, sysh, buzësh e duar që ashtu si ju, më mban shpirtin të butë të freskët, të aftë për të reaguar më pas me tërbim ndaj gërsirave. Ashtu si kur Eda që kur i thash vetëm me babin e argjon buzët ti, reagoi me një goditje dinjiteti në mes përkëdheljes, as të dobishme prindërore për moshën e saj, edhe me mamin, duke përjashtuar dhe duke goditur me një vetim që i fek si rëmbimthi në syt gjithë ato që kanë ndarë. Sigurisht që edhe ti ke nevojë për rëmbushje të erpasershme sysh dhe zbrazje zemre, si ajo ati çasti që duke më përqafuar, Eda ngriti edhe këmbën për ta marrur në hopa, siç më bën edhe mua shumë mirë kjo rëmbushja e syve tani, që duke të shkruar e rijetoj në çast. Po pa e shpërdoruar në një përlotja melankolit vazhdueshme është tamam, kjo fëmijëri e shpirti që duhet të ruhet tek ne, sidomos tek fëmijët që e kanë të moshës. Këtu e shoh unë goditjen më të pafalshme që po na bëjnë. Vrasjen e fëmijërisë dhe burrërimin e parakohës të Edës dhe Kolit, që nuk duhet lejuar se do të shkaktonte plagjet parakohshme edhe tek ne. Prandaj të lutem, puthuni sa më shumë me njëri tjetrin në intervale 2 javore të puthjeve me mua, që edhe Koli të mos i plasariten buzët. Besoj se më kupton se çfarë dua të them, sepse në të njëjtën kohë të kërkoj të mos e lëshosh veten, siç ka ndodhur natyrshëm këto ditë. Është faza më delikate e historisë. Dënimi dhe përballimi i tronditjes së gjithanshme, se po u lëshuam ne të tjerët i mori lumi. Prandaj krahas disiplinimit të rëmbushjes duhet përmbajtje dhe reagim total, ashpër me plerat, njerëzisht me tanët që askush të mos e humbas kthjellësinë dhe dinjitetin, por të vazhdoj luftën. Më duket sikur po shkruaj kot me dorë të lirë, por hallin e kam me ruajtjen e ekuilibrit në të gjitha pikpamjet, sepse mund të prishet gjaku për hiçgjë dhe mund të dobësohet gjykimi. Për shembull, kot u nxehe në fillim me vendimin ti për të bërë një mbrojtje të pjesshme me papin, sepse në fakt siç u bë, po të ishte një sulm i rrept i kombinuar unë në kokën e shtetit, ai në kokën e gjithë tjerëve, me profesionalizmin pa cënuar mos pajtimin ton me shkeljet, ndryshe do të fitonte shumë terren zhurma. Nuk ka argumenta, thuhej ndër të tjera në letër.